kur shëtis dhe bisedoj me njerëzit, nuk pyesin kush i fiton zgjedhjet, po sa thellë do të fitohet, sa do t'jetë diferenca, domethënë nuk diskutohet as Valboni dhe Valdeti a i fitojnë rundin e parë, po se po adhen votat shumë më shumë se sa gjysma, apo si dhe jetë. Kështu që që ka diskutim se kush do t'jetë ekipi i ardhshëm udhëheqës në komunën e Gosivarit. Unë jam shumë krenar që dy djemë si Valboni dhe Valdeti do të vazhdojnë udhëheqjen e komunës dhe nuk kam dyshim që do t'jetë udhëheqësi mundse më e mirë në nivel republikan për një pushtet lokal. Dhe unë prej sonte ju uroj suksese në fushat, po edhe fitoren ta festojmë së bashku këtu me forumin.